Në ditën e ekologjisë, kreu i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, së bashku me administratën komunale dhe sektorët komunal, dolën nëpër rrugët e qytetit për të pastruar hapësirat publike. Aksioni simbolik kishte për qëllim të dërgojë mesazh tek qytetarët që të kujdesen më shumë për ambientin jetësor dhe pastërtinë e qytetit. Sot jemi këtu që bashkë me administratën e komunës dhe të ndërmarrjeve komunale në ditën e pranverës të kontribojmë në përmirësimin e ambientit jetësor duke dalë për të pastruar hapësirat publike. Kasami gjithashtu tha se të gjithë qytetarët duhet të jenë më të kujdesshëm për ambientin ku jetojmë, me qëllim që të jetë më i pastër. Kërkojmë dhe lutim të gjithë qytetarët që edhe ata të jenë pjesë e përmirësimit të ambientit publik dhe shëndetit publik, me atë që fillimisht nuk do të hudhin mbeturina aty ku nuk e kanë vendin, por edhe duke larguar mbeturinat nga hapësirat publike. Kujdesi për hapësirat publike nuk është vetëm i ndërmarrjeve komunale që merren me pastërtinë publike, por është përgjegjësi e çdo qytetari. Prandaj ne lutim që jo vetëm sot në ditën e pranverës, por çdo ditë duhet të jetë ditë e pranverës, çdo ditë duhet të jetë ditë e ekologjisë, çdo ditë duhet të jetë ditë për një ambient më të pastër dhe më të rregulluar. Edhe një herë, Komuna e Tetovës do të vazhdojë të angazhohet edhe përmes ndërmarrjeve të saj, edhe përmes angazhimeve simbolike si kjo ditë kur gjithë administrata e komunës dhe ndërmarrjeve del për të pastruar qytetin, por ajo që është ftesa jonë që edhe qytetarët të jenë pjesë e këtij aksioni. Ndërkohë problem vazhdojnë të mbeten deponitë e egra dhe mbetjet inertë, të cilat shpeshherë qytetarët i hedhin vend pa vend. Kryetari Kasami theksoi se për këtë problem nevojiten dënimet më të ashpra dhe bashkëpunim më i madh institucional, duke kërkuar që edhe gjyqësorit të mos tregojë tolerancë ndaj ndotësve të ambientit.